Ja të përgatisim së bashku një ëmbëlsirë fantastike. U kam përzgjedhur të bëj ravanin, duke shtuar disa përbërës të tjerë. Marrim një tas duke shtuar sheqer kristal, vaj dhe do i shtojmë dhe kosin grek. Vazhdojmë duke miksuar mirë derisa përbërësit të bëhen likuid. Do i shtojmë dhe vezët dhe vazhdojmë përsëri duke përzirë mirë. Kur përbërësit të jenë bashkuar së bashku dhe të jenë bërë një krem likuid, do marrim mielin nga Atlas që në këtë rast unë kam zgjedhur Farinap, një miell cilësor që ma bën dhe më të lehtë realizimin e ravanis, sepse brenda paketimit ka fryrës dhe aromën e vaniljes, që më del një ravani ose një kek fantastik me mielin Atlas Farinap. Rrumi i ravanisë është gati, është homogen dhe kremoze, nuk është as i trash dhe jo i horrë. Do marrim një tepsi duke lyer me spargjalpi. Nëse nuk kemi spargjalpi, nuk ka problem, marrim gjalp të shkrirë dhe i vendosim mirë gjithë tepsinë dhe shtojmë dhe miell nga lart. Dhe pastaj shtojmë brumin e ravanis ose kekut. Do e lejmë të pushojë 10-12 minuta. Pse e lejmë të pushojmë? E lejmë sepse kur ta vendosim për ta pjekur, brumi fryhet shumë bukur dhe del një pjekje fantastike. Kjo është pjekja dhe vazhdoj me pistakjo. Do e lim krejt ravanin me pistakjo, do e lim në të gjitha anët në 360 gradë, mirë. Kam marrë spatullën e pasliqërisë sepse na ndihmon dhe më mirë për ta përhapur kremin e pistakjos tek ravania. Do vazhdoj me dekorin, kam zgjedhur një dekor shumë të thjeshtë, tek pjesa sipërfaqes së ravanis, unë e kam prerë dhe kam bërë një grimca të vogla sepse del shumë bukur si një limoz e vogël. Bëjmë dekorin një dekor shumë i thjeshtë, i hedhim përsipër dhe realisht kjo është një ëmbëlsirë shumë e thjeshtë për ta përgatitur në shtëpi. Bëni like, follow Klidis Kitchen për receta të tjera dhe po ashtu dhe faqen mielli Atlas, sepse realisht është një miell cilësor për të përgatitur ëmbëlsira.